Është koha për intervistën e ditës, ku në fokus kemi zhvillimet aktuale në lindjen e mesme, ndërsa në studio sonte i ftuar është Bashkim Selmani, profesor. Zoti Selmani, mirë se erdhët në Alsat. Faleminderit për ftesën. Zoti Selmani, si e shpjegoni për shkallëzimin e konfliktit në lindjen e mesme nga tensionit rreth programit bërthamore deri te sulmet e 28 shkurtit që përfshin Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Izraelin dhe Iranin. A ka shkelje të konventave ndërkombëtare ku ndodhin sulme të tilla të njëjtshme? Tani ne po jetojmë në fundin e rendit unipolar, pra fuqitë po testojnë kufit, nëse mekanizmat e kolektiv të sigurisë dëpsohen, bota tani më është futur në epokën e përplasjeve rajonale fatkeqësisht të pakontrolluara. Konflikti është përshkallëzuar jashtëzakonisht pas sulmeve ajrore të SBA-s, Izraelit dhe Iranit, duke çuar në reagime të menjëhershme për sa i përket edhe vetë Teheranit. Pra situata në lindjen e mesme kërkon maturi, analizë të ftohtë dhe respektim riguroz të së drejtës ndërkombëtare. Tani siguria si tërësi, apo sistemi i sigurisë bashkëkohore, sqarohemi se përmban kemi në botë 4 sisteme që mbrojnë të drejtat të njeriut dhe të drejtat universale, sistemi interamerikan, sistemi europian, sistemi interafrikan dhe Liga Arabe. Tani këto deri më tani janë të njohura si sisteme të mbrojtura në të drejtën ndërkombëtare. Mirë po, vakumi është te globalizimi apo sistemi global i globalizimit me të cilën deri më tani SBA ka ruajtur rendin botëror nën ingerencat e saj dhe ka bërë mirë që ka ruajtur. Mirë po, tani rikrijimi i grupeve apo aleancave të rikrijuara si superfuqi dhe pretendojnë luajnë rolin e SBA-s, pikërisht është edhe kjo përplasje me të cilën SBA-t kanë pas detyrim për të mbrojtur rendin juridik botëror me pika ose me viktima minimale për të mbrojtur atë që është në interesin e përgjithshëm. Mirë po, fatkeqësisht Irani ka kryer sulme me raketa dhe dronë dhe baza ushtarake. Po, që paralajmëroi hakmarrje tash, por dhe vazhdon të paralajmëroj. Po tani për mendimin shkencor është se aty ku fillojnë të flasin raketat, ligjet dhe konventat ndërkombëtare dalën jashtë funksionit. Ajo që më shqetëson mua në aspektin e sigurisë, po ashtu dhe kërcënimet e sigurisë bashkëkohore dhe globale, e para ka të bëjë me përdorimin e armëve biologjike ose konvencionale të ndryshme që kanë një lloj rrezikshmërie shumë të lartë, dhe pjesa e dytë tani po folet edhe për përdorimin e armëve bërthamore, me të cilën vetëm po të shnjërzohet njerëzimi dhe të përdorë armët bërthamore, për arsye se nëse do të përdoreshin armët bërthamore sa kanë shtetet, atëherë 13 herë shkatërrohet njerëzimi. Dhe unë nuk besoj që ka bota njerëz të shmendur dhe të shmendurojnë të gjithë njerëzimin, dhe prandaj besoj që Bashkimi Evropian dhe shtetet e ndryshme kanë bërë thirrje për restriktim ushtarak, respektimin e normave ndërkombëtare dhe mbrojtjen e civilëve, duke dënuar sulmet pa dallim. Pra kjo është pjesa e parë me të cilën ndërsa Irani ndërmerr veprimin që kërcënojnë stabilitetin iranan, atëherë SBA dhe aleatat e saj janë të detyruara si fuqi globale të mbrojnë aleatet e saj, të ruajnë balancën e sigurisë, po ashtu dhe të parandalojnë përhapjen e konfliktit. Po çfarë tipi regjimit është ai i ajatollahëve në Iran, zoti Selmani? Është kjo arsyeja kryesore e sulmeve, pra shembja e një regjimi dhe ndryshimi i pushtetit të gardës revolucionare në Teheran me forca të reja që do ta luftonin programin e armëve bërthamore? Po tani Irani vijon të qeveriset nga një regjim teokratik, udhëhequr nga udhëheqësit suprem ajatollahit dhe strukturat e tij fetare që kombinon pushtetin politik dhe autoritetin fetar. Pra në këtë rast, sulmet dhe reagimet e regjimit janë interpretuar nga shumë udhëheqës perëndimor si tregues të natyrës autoritare dhe agresive të qeverisjes iraniane, e cila përdor forcën ushtarake për të ndikuar në politikën rajonale dhe për të mbrojtur interesat e saj strategjike. Dhe kjo ka bërë që detyrimisht faktori ndërkombëtar të jetë shumë vigjilent, i ka dhënë shumë hapësirë dhe kohë hapësirës komunikimit të ndërshtetëror, negociatave, çështjeve, rekomandimeve të ndryshme, po ashtu dhe mbështetjes në konventat ndërkombëtare për të respektuar ajo edhe pak e mbetur njerëzore. Fatkeqësisht përzgjedhja e këtyre rrugëve nuk shkon në dëmin e asaj që është njerëzore, por fatkeqësisht aty tham në fillim se kjo përplasje nuk kupton që nëse do të zgjatet, mua më shqetëson fakti
sepse sa brenda 24 orëve nëse do të ndaloj kjo situatë e raketave, atë do të thotë që njerëzimi mund të shpëtojnë. Nëse do të vazhdojë mbi 5 deri 6 ditë, atëherë përplasjet aktuale do të kemi mundësi që edhe shtetet e tjera që cilat kanë pretendime të kësaj natyre ose konteste mes shteteve do t'i shfrytëzojnë këto rrethana. Dhe kjo është ajo që tani më të tjerë, nëse unë do të pritet një periudhë kohore, njerëzimi futet në një fazë të re të rrezikshmërisë dhe tani më dje dhe sot ne jemi shumë më të kërcënuar në aspektin e përgjithshëm, sepse luftrat në vete mbartin kriza, mbartin viktima dhe shumë pasoja të rënda të cilat janë të papërmirësuara për njerëzimin. Po pse zoti Selmani ndodhin sulmet nga ana e Iranit ndaj vendeve arabe, por edhe ndaj Kipros kishim sulme në 2 ditët e fundit e Turqisë, ndonse me intensitet më të vogël se sa ndaj vendeve arabe, dhe janë shkelje e të drejtës ndërkombëtare. E drejta ndërkombëtare, sidomos në Karta e Kombeve të Bashkuara, në Konventën 3334 në nenin D përcakton suverenitetet shtetërore, mirë po duke përmendur sepse gjitha këto plasaritje që po ndodhen aktualisht në rrjetet globale, fatkeqësisht këto suverenitete në një apo formë tjetër janë të cënuara me ndërhyrjet ose ti themi kërcënime globale që po bëhen aktualisht, dhe ky model politik i mosmarrëveshjeve bën që represioni i brendshëm, politika iraniane agresive, prandaj dhe shqetësimi perëndimor nuk është vetëm ideologjik, por është edhe çështje së sigurisë. Tani më askush nuk mund të garantoj sigurinë. Ju mund ta paramendoni Ballkanin pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës, çfarë do të ndodhë. Mirë po procesi është se pikërisht në këto marrëveshje ndërkombëtare që janë të organizuara të gjitha institucionet ndërkombëtare për të ruajtur dhe për të përcaktuar ato 4 sisteme për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit, fatkeqësisht nuk është SBA që i shkel ato. Pikërisht rigrupime tjera bën ata që detyrojnë SBA-n të marrë veprime të kësaj natyre. Mirë po edhe në historikun e asaj që ka pasur në Jugosllavi sulme që bëri NATO, fatkeqësisht kësaj radhe zoti Trump nuk ka marrë pëlqimin e plot të Senatit, kjo që i thotë që brenda kësaj mund të krijojë përplasje brenda Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për arsye se që nga viti 1787, kjo është herë e parë që një president të marrë vendime të njëanshme dhe nuk do dihet se ku do të jenë pasojat dhe çfarë pasoja do të ketë edhe në nivelin e brendshëm të SBA-s, por edhe në nivelin e jashtëm ndërkombëtar. Këto janë ato çështjet me të cilën dikush ka gabuar diku. Dhe ky konflikt mund perceptohet si luftë midis civilizimeve, por lufta mes Iranit dhe vendeve arabe ka në sfond edhe të themi konfliktin midis 2 rrymave kryesore fetare islame, sunitët dhe shiitët. Natyrisht kjo kërkon një analizë dhe sociopolitike, por a ka rol religioni në këtë konflikt, duke ditur roli udhëheqësve fetar në Iran në politikën shtetërore të këtij vendi? Është fakt se dimensioni religios është interpretuar në forma të ndryshme, mirë po konflikti nuk është për islamin apo judizmin, është për influencë, balancë fuqish dhe sigurisë rajonale, sidomos feja përdoret për mobilizim, por thelbi është strategjik, nuk është bazë. E tani përplasjet kanë qenë edhe në kohë paqeje mes këtij sekteve, mirë po shohim ato sektet kanë ndikim edhe këtu te ne në Ballkan. Mirë po kësaj radhe besoj që është për influencë dhe balanci ndërmjet fuqive të mëdha, duke paraqitur Kinën, Rusinë, sepse kemi atë orientime të aleancave, sepse aleancat nuk janë vetëm emocione për çështje të caktuara, për arsye se në të kaluarën aleancat janë bërë mbas të drejtës ndërkombëtare për të mbrojtur sigurinë e përgjithshme. Tani si duket, dikush insiston që nga këto situata të përfitojë, të gllaborojë primatin, siç e ka pasur SBA, dhe prandaj SBA ka qenë e detyruar të bëjë veprime të ndryshme. Ju mund ta paremendoj botën pa SBA-n çfarë do të ndodhte. Këto janë ato gjasat me të cilën duhet jemi shumë neutral në veprimet dhe qëndrimet, për arsye se shkenca gjithmonë detyron ato fuqit për të mbrojtur interesin e përgjithshëm. Mirë po fatkeqësia është se nëse do të vi deri te përdorimi i armëve bërthamore, kjo do të jetë fundi i njerëzimit që nuk e dëshiron askush, mirë po shumë afër kemi një situatë, prandaj them nëse do të zgjas kjo situatë
më tepër se 3, 4 deri 5 ditë, atëherë kemi një paralajmëroj se do zgjas disa javë. Jo, unë besoj që je pat edhe sot, me thonë, Bashkimi Evropian dhe gjithë organizmet e tjerë ndërkombëtar janë të detyrura që të thirrin logjikën e arsyeës, të ulen palët në konflikt dhe të bashkëbisedohet, sepse vetëm ligjet dhe konventet ndërkombëtare janë ata që do ta mbrojnë njerëzimin, por edhe konfliktet do t'i minimizojnë çështjen e viktimave. Në rast se do të hiqen konventet ndërkombëtare dhe ligjet, apo do të kemi aleancat, unë besoj që brenda këtyre 3-4 ditëve me siguri do dalin aleancat e reja, që deri më tash kanë qenë të fshehura dhe shohim se në bazë të rrethanave edhe vetë dhënia armatimeve të ndryshme, duke filluar nga Kina, Rusia dhe segmenteve të ndryshme, janë ata që fatkeqësisht duan të defokusojnë SBA-n. Pra, a mund flitet tashmë për një përpjekje për të vendosur një rend të ri botëror? Rendi i ri botëror është në përbërje sipër. I cili nuk e ndan botën në aspektin nuklear. nuklear. Kjo bisedohet edhe në aspektin global, sepse globalizimin e shohin si një sistem i ri. Mirë po, unë besoj që vështirë është demokracia globale të zëvendësohet me globalizimin, për arsye se bota tani më është në një regjim komplet tjetër nga ajo që është njerëzore ose profitabel për njerëzimin, dhe shpresoj që paralelisht fuqitë e mëdha do të gjejnë mundësi në gjaktësi sa më shpejt e para është që të ndalet konflikti, luftrat, pasandaj më vonë riorganizimit do të jenë të tilla. Në shoqërinë njerëzore gjithmonë fuqitë apo superfuqitë kanë diktuar organizimin e rendit botëror, mirë po në këto pasoja, në këto rrethana nuk ka shumë hapësirë për të krijuar një rend juridik ndërkombëtar të qetë, por nëse do të diktohet ose do të ketë ndryshime të tilla aleancave në zhurmën e konflikteve dhe luftrave, atëherë besoj që ai rend nuk mund të jetë i suksesshëm. Si perceptohet, zoti Selmani, konflikti tek politika dhe opinioni në Maqedoninë e Veriut, në Kosovë, në Shqipëri? A ka të themi solidaritet me aleatët perëndimor dhe ky solidaritet është në funksion të faktit që jemi vend i NATO-s dhe jemi aleat i Washingtonit? Mbas asaj që ne kemi përcjellur dhe analizuar reagimet e Maqedonisë së Veriut, Kosovës dhe Shqipërisë, sidomos Republika e Kosovës, ministri i jashtëm i Kosovës, Ludik Konjufca, ka dënuar sulmin e Tiranit ndaj bazave amerikane dhe partnerëve duke nënvizuar rrezikun për paqen rajonale dhe mirëqenien civile. Presidentja e Kosovës, ministri i jashtëm i Maqedonisë, Shqipëria njëjtë kryeministri. Mua më tepër që më shqetëson aktualisht, e pam edhe takimin e fundit që ndodhi mes zotit Ramës dhe Vučić, është ajo sepse Shqipëria është në rrugën e gabuar, nuk duhet dhe nuk besojmë se në gjitha këto rialeancat e reja Shqipëria të jetë krah Vučićit për të ndihmuar ose për të aderuar në Bashkimin Evropian, sepse historia ka dëshmuar se të gjitha bashkëpunimet që kanë bërë mes Serbisë dhe Shqipërisë në gjitha rrethanat gjithmonë ka qenë e dështuar dhe do zoti që Shqipëria të ndajë rrugët nga Vučić, se vetëm atëherë do të krijohet stabilitet i përgjithshëm. Për arsye se në të kundërtën ne do të kemi edhe situata shumë konfliktuale edhe brenda në Ballkan. Për situatën aktuale në lindjen e mesme, për zhvillimet, a ka solidaritet me aleatët perëndimor dhe a është në funksion fakti ky solidaritet për shkak të faktit që jemi vend antar i NATO-s dhe jemi aleat i Washingtonit? Po pasojat tani më nga sot janë, për arsye se duke filluar nga kriza ekonomike, ndryshimet e naftës, kur 62% Ballkanit furnizohen nga plasë të tjera. Mirë po ajo që është më bazike dhe që mëson fakti, gjithë bota dhe gjitha qeveritë e kanë kuptuar se konfliktet e shoqërisë dhe botës moderne janë shumë të rrezikshme dhe në 24 orë zhduket njerëzimi. Dhe këtë e kuptuan të gjithë faktorët ndërkombëtar dhe gjitha përpjekjet të gjithë botës, siç po shohim aktualisht, solidarizohen për të ndërprerë konflikte. E para është ndërprerja e konfliktit, pasandaj ka hapësirë për rivendosje. Dhe kur jemi tek perceptimi i konfliktit tek ne, sidomos tek opinioni në Maqedoninë e Veriut, a ka ndikim, por dhe në rajon, a ka ndikim përkatësia fetare ndaj mënyrës se si perceptohet konflikti përkatësisht tek pjesëtarët e fesë islame, shihet
të themi me sy ndryshe dhe tek ortodoksët ose katolikët dhe pjesëtarët e feve të tjera me dioptri ndryshe gjithandej? Është artefakt se pikërisht problemi Jo vetëm te ne, i globalisht flas. aleancës bieloruse, që është Seleja në Nish, aleanca bieloruse, serbe, po mund ta quajmë edhe ortodokse në përgjithësi, kanë bërë shumë investime për të destabilizuar ose për të fokusuar çështjen fetare, por nuk do t'ja dalin. E shohim se çështja është dikun tjetër, nuk është shqetësimi fetar, do të ishte tek çështja fetare, sikur shqiptarët të ishin më radikal. Mirë, po fatkeqësisht shqiptarët janë stabiliteti i Ballkanit dhe prandaj nuk gjeten hapësirë, sepse ne shohim me këtyre vite sa investime armiqtë tanë kanë bërë për të defokusuar çështjen kombëtare në aspektin fetar, mirë, po shqiptarët nuk do të bien në atë grac, dhe nga ana tjetër, nga ato shërbime do të ishte mirë që Vučić të ndryshoj kahjen dhe për stabilizuar gjendjen në Ballkan. Zoti Selmani, faleminderit që sonte ishit në Alsat. Ju falenderoj dhe ju.